si një galimatias politik i një kaste establishmenti politik i cili si duket ende nuk ka arritur që të emancipohet në funksion të rrjedhave të kohës, po kalojmë një qerek shekullit të ri dhe të njëjtën kohë edhe të lirisë, çlirimit të Kosovës dhe pavarësisë së vendit, ndërkohë që kjo klasë politike definitivisht duke i dhënë prioritet më tepër interesave të tyre politike, partijake, benefiteve nga pushteti dhe për pushtet, e më pak, ose fare pak në këtë rast, në këtë ngërç që kishim dhe paralizë politike, e kemi ende që kaq muj për shtet, për qytetarin votues dhe për Republikën, tregon që thjesht ne ende nuk kemi emancipuar as kulturalisht, as pikpamje demokratike dhe as pikpamje politike. Pra një sjellje e papërgjegjshme, e një themi kaste politike të papërgjegjshme të leadershipit të këtyre partive politike